marrën gratis karocat me bidona edhe janë atje. E po ti shikosh, edhe rrijen atje gratis, dalë me ne burrat pastaj që të bëj me ne. Edhe jemi zen edhe jemi rau, s'kemi muhabet kur i thonë me njëri tjatin për ujë. Ka 35 vjetë që paguajmë taksa, unë paguajnë 27.000 leka takse, vajti 55.000. Ku janë këto taksa tona, ku janë? Pastaj e tregonja dhe këte, që panjen, këtu, ja ku është. Vjen proj në shtëpia time këtu. Ja ta shikoni, është në lagja, ta shikojnë edhe këta. Vjen proj, kemi vajtur këtu në komunit e mine, qendra administrative. Ne kemi marrë edhe, ka erdhur edhe kryetari, asnjë kokçari i. Edhe nuk kemi asnjë investim në vetë, asnjë rrugë. Dhe ja vetëm kjo. Urat e zeza i kemi bërë vetë. Kemi i kanë bërë vetë në lagja toni, kemi të kompletuara. E grevi ujtë, i nëzori tubat, i vunë pra për së dyti, i mbushme, një torë asfalt nuk e shedho. Çfarë zgjidhje mendoni se duhet japin në rastin e ujit? Zgjidhje. Unë mendimi teme është të zhduken këta që janë të terë. Të mbushim ato buzët e të vend të bashkit atje, të mos punoj bashkia tonë fare. Zvejza është shpallu të 100 qatrat, thotë Topqiu.